Qumë është i hollë. Kam qumë është hollë dhe normalisht nuk e ngop mjaftueshëm. Në 10 mama, 1 mund të jetë që nuk e ka dëgjuar. Gjithmonë kemi mama që dyshojnë se kanë qumshtin e hollë dhe madje familjarët e sugjerojnë të bëjnë një analizë qumshti për të parë sa i hollë është. Okay. Dhe kjo është komplet një koncept që nuk le të themi nuk duhet ta kemi mes procesit, në sensin nuk ekziston si term. Pra qumshti i hollë nuk ekziston si term. Hey mama, sot jam Artemisën, e bota e gruas. Dhe fakt, kështu ta vendosin prapashtesën të gjithë tashmë. Më shumë njojnë bota e gruas, rrallë më drejton Artemisa. Prej sa vitesh tashmë? Gati 8 vjet. Se e more këtë vendim? Atëherë, si fillim ka qenë një dëshirë e mirë, më saktë ndoshta dhe kam si pasion, le të themi, që të jem te kjo bota e bebave, e mamave. Por me një dëshirë të mirë për të ndihmuar mamat, normalisht unë isha nën e re në atë kohë me djalin e dytë, dhe si fillim ka qenë një dëshirë e madhe për të dhënë informacione, normalisht unë nuk kisha në profesion që jam sot, përkthime, përshtatje të disa materialeve dhe më pas, me kalimin e viteve kam parë që nënat nuk kishin nevojë vetëm për një informacion që ndoshta mund ta përkthenin dhe vetë nga diku, kishin nevojë për një edukim më të mirë, për një suport të drejtë për drejtë dhe patjetër dhe për zgjidhjen e problemit. Po Artemisa si mami? Si nën për herë të parë, tani që e sjellën përmend, më emocionon në fakt se ka qenë shtatzanie e vështirë. Ka qenë shtatzanie e vështirë për shkak të një problemi shëndetësor që unë pata në shtatzani, kam bërë një paralizë faciale në muajin e 6 të shtatzanisë, që më ka kufizuar edhe nga ajo rutina ime e përditshme të jetuarit në normalitet. Si ka qenë ai moment? Ma trego pak, më kthe pak në kohë. Atëherë, unë në fakt kam zhvilluar një paralizë faciale nga një pakujdesie imja, duke qenë se unë kam qenë duke bërë gati për të shkuar tek ginekologu pas një dushi, duke qenë se ishte korik, ishte shumë vap, dhe në tualet kam vendosur një freskuse që normalisht kisha tulja pak edhe ndjesinë e vapës që përjetojmë gjitha. Por nuk e dija që në fakt ajo i ftohti që mua më godiste tek ana e djathtë e qafës, mua do më zhvillonte një paralizë faciale. Kanë kaluar disa orë nga ai moment, e kam gjetur veten në një moment natën kur jam çuar për në tualet, përpos dhimbjeve të tmerrshme që kishe dhimbje? Patjetër, kishin filluar dhimbje tek pjesa e qafës, rreth veshit, tek zona e kokës, pra gjithmonë vetëm në anën e djathtë. Ana e majt ishte totalisht e qetë, nuk kisha asnjë lloj problemi, por duke qenë se unë kam kaluar her pas here edhe kur kam qenë e vogël otit, pra vazhdoja kisha probleme me veshin, thash okay. Ja vura asaj. Është edhe pjesa që ne vetë diagnostikohemi ndonjëherë dhe nuk ka gjë më të gabuar. Patjetër që unë e pash veten pasqyrë që isha deformuar në pjesën në anën e majtë të fytyrës, por vazhdoja me atë tendencën, kam pirë një medikament aty për të qetësuar. Dhe kam vazhduar të fles sepse ka qenë mesnat. Të nesërmen, po ashtu dhimbjet bëshin më intensive, fillat kisha dhe vështirësi për të qëndruar në dritë, pra duhet isha vetëm në errësirë sepse gjysma e fytyrës nuk ishte problemi vetëm tek deformimi, pra ana estetike, por ishte ana funksionale ajo që ishte më problem dhe dhimbjet e forta. Domethënë më kishte kufizuar nga gjërat më bazike siç janë pirja e ujit, ushqyerja, hapja e syrit dhe gjitha më radh. Pra para mendo të kalosh dhe 3 muaj të ngelur të shtatzanisë, mbyllur në një dhomë në errësirë, me ato dhimbjet, me ato vështirësitë për të ushqyer, siç thash për të pirë ujë etj. Dhe normalisht këto 3 muaj të shtatzanisë të kaluar në këtë formë, në atë moment më ka dhënë Zoti forcë që unë i kalova dhe nuk i përjetoja shumë, por pas lindjes mendoj që më ka ndikuar shumë edhe tek ato baby blues që kalova më mbrapa. Dhe më ka ndikuar edhe tek lidhja me djalin, domethënë bonding që çfarë si të ndodhi? Atëherë, unë djalin e kam lindur operacion cezarian dhe normalisht kontakti i parë nuk është bërë, as kontakti lëkurë në lëkurë, kam takuar djalin pas 5-6 orësh me sa mbaj mend. Dhe e shikoja që sado që unë përpiqesha të kujdesesha, të isha pranë djalit, ashtu si çdo nën përsëri mungonte ajo lidhja. Ndoshta po flas për diçka që në shoqërinë tonë mund të jetë gjykohet, do thuash. Gjykohet sepse dikush mund të thotë si ka mundësi që ti e ke mbajtur 9 muaj në barkë dhe në fund të ditës mos të kesh atë lidhjen.
Por unë mendoj që jo të gjithë mamat, dhe shkencërisht është e provuar që jo të gjithë mamat e kanë menjëherë atë lidhjen me fëmijën. Dhe mendoj që për shkak edhe të problemit, izolimit, vështirësive, mua kjo më bë akoma më e theksuar. E para njëherë unë edhe për shkak të trajtimit që duhet të merrja pas lindjes për shkak të problemit që vazhdonte të ishte atje, duhet të ndërprisja gjithënia, në sensin duhet merrja kortizon më njëherë dhe ishte pamundur të vazhdoja ushqyerjen. Megjithatë unë kortizonin nuk e mora sapo linda, kisha kohë mjaftueshëm 1 javë, 2 javë që unë kisha mundësi të vendosja djalin dhe mungonte kjo dëshira për ta vendosur, sidomos krahasuar për shembull dhe me fëmijët e tjerë tani që e mendoj. Mungonte, pra më bëj sikleta i momenti vendosjes në gjy, pa llogaritur këtu mungesën e informacionit, nuk dija ku ta kapja, nuk dija si ta vendosja, të gjithë njerëzit përreth që përpiqeshin, dikush t'i vendoste t'i shtynte kokën, dikush t'i mbante trupin dhe këto e bënin akoma më të vështirë. Derisa në një moment e mbaj mend që një afërmja ime më ka thënë, ti ditën nuk është se po rregullon gjë, nuk është se po ushqen, të paktën natën jepi biberonin që të mos mundosh veten tënde dhe djalin. Dhe Diorin sikur jam qetësuar në atë moment, sikur është fjalë e vështirë ta thuash hoqa një peshë nga vetja, po vërtet e hoqa, që thosha, "Ok, të paktën natën unë do jem me qetë, ta ushqej me biberon, sepse ditën gjithsesi ka pirë jashtëzakonisht shumë pak. Le të themi në gjithë atë morinë e emocioneve të bëra miks, ka pirë jashtëzakonisht shumë pak." E rëndësishme ishte që natën po pinte që të merrte edhe peshën e dur, se ishin të gjitha të lidhura bashkë pastaj. Natën po pinte biberonin, ditën e mbaj mend kam pasur dhe një pomp që tani që unë jam në këtë profesion them, pikërisht ajo pomp duhet të shkoja, ishte një nga këto pompat me një le të themi top silikoni që më shumë më derdhte i qumshtin poshtë se sa më mblidhte për djalin. Përpiqesha ta vendosja, ai nuk pinte asgjë. Domethënë le të themi ishte një përpjekje dështuar që dhe unë brenda vetes nuk isha gati për atë proces dhe mendoj që më ka ndikuar dhe shtatzënia. Dhe pastaj do të filloje mjekimin dhe ajo lidhja me djalin kur erdhi në naturalitet. Unë mjekimin e kam filluar gati 2-3 javë pas lindjes, me sa mbaj mend. Që të detyroj dhe përfundimin e patjetër dhe që nuk gjithënies, që nuk e vazhdova gjithënien. Me djalin mbaj mend që 2-3 muajt e parë kam pasur me këto ulje ngritje, sidomos pasditja ishte shumë e vështirë. Unë kam lindur në tetor dhe dimri e bën akoma më të vështirë, ajo periudha, ajo koha e zymt. Ajo pasditja realisht vinte ora 4 dhe për mua ishte në momentin që shikoja që po afronte ora 4, më ishte bërë ndoshta dhe si një fiksim, pra afron të ora 4 dhe unë kisha frikë nga i momenti pas ditës. Pastaj jam larguar në Korçë tek familja ime, tek mami, tek motra dhe mendoj që më ka ndihmuar. Kam qëndruar gati 1 muaj atje, kam dilja me motrën, ai kontakti, bisedat tona, ndihma që merrja nga mami në sensin një pjesë të përkujdesis për djalin e bënte edhe mami. Mendoj që më ndihmuan, thash tek muaji 2-3 fillua të dilja dhe pastaj fillua ta shijoja edhe më shumë, ta ndjeja më shumë atë status që kisha marrë në atë moment. Dhe më pas kur do të vinte djali i dytë? Djali i dytë ka ardhur pas, domethënë 2 vite, më saktë ditën që festoja ditëlindjen e djalit të madh, kam dalë nga materniteti me djalin e vogël, kishim 2 vjetorin dhe kemi shkuar në shtëpi dhe kemi festuar me bebin e vogël, aty fillon një sfidë tjetër. Sepse normalisht është 2 fëmijë me një diferencë aq të vogël është vërtet shumë sfilice. Është sfilice realisht. Është sfilice dhe një prej atyre fiksimeve të atij momenti ka qenë frika. Në atë kohë jetoja me vjerën dhe ajo përpiqej që më thoshte ta marr djalin e madh, ta kem unë dhomë që normalisht të kujdeset më lehtësonte edhe pak mua. Dhe unë ndoshta edhe nga kjo, le të themi, mangësit që i kam lënë djalit ato muajt e parë, kisha ishte zhvilluar pastaj një fiksim, le të themi, për ta pasur gjithkohës pas vetes, pra ta kisha gjithmonë pranë vetes. Dhe mua mu bë një tjetër fiksim që thosha, jo, unë do marr edhe një krevat të vogël, do t'i vendos të dy, dhe ka qenë një periudhë, një natë që nuk më kujtohet gjithmonë, kam pasur krevatin e drurit të djalit të ngjitur pas murit, një krevat jo djep, nëse ke parasysh to krevatet që
përdorin deri 6 muajsh, e kisha vendosur njëri pas tjetrit dhe krevati im ka qenë cepin tjetër dhe ka qenë mes natë u zgjuan të dy dhe tani ishin të dy në atë fazën që të dy të ushqyer, të dy nuk kishin nevojë për asgjë tjetër veç se të rinin zgjuar dhe unë që jam ulur në mes të dyve dhe jepja gishtin njërit dhe gishtin tjetrit sepse nuk dija më çfarë t'ju bëja dhe përsëri nuk hiqja dorë, domethënë ishte ajo tendenca që ti kisha gjithmonë pranë vetes. Pastaj ka qenë dhe ajo vështirësia e përplasjes të orareve të gjumit. Do më thënë, në momentin që zgjoj njëri, do të flinte tjetri dhe anasjeltas. Dhe i prishin gjumin dhe njëri tjetrin. Gjumin, ose duke qenë se djali i madh në atë kohë kishte nevojë shumë të qëndroja në dhëm, duhet të lija djalin e vogël me vjerën, sepse normalisht ai s'mund të flinte, ka qenë një tjetër vështirësi. Një tjetër si për bashorti në këtë. Atëherë, normalisht gjatë ditës kur ka qenë bashkëpunues, realisht jo aq sa me gocën, me vajzën kemi pasur një prindërim, një ndarje të detyra në mënyrë perfekte, por në atë periudhë ka pasur dhe një punë të tillë që deri në orën 5 pasdite nuk mund të ishte pranë meje, ndryshe nga tani kur kishim një fleksibilitet më ndryshe. Dhe ishte ajo pjesa që thash më ndihmoi shumë bashkëdhesa me vjerën atë kohë, sepse vetë dhe mamat që ja dalin në këto situata ti bëjnë dhe të ruajnë qetësinë dhe t'ju përkushtojnë në maksimum të dy fëmijëve, bëjnë vërtet një punë për t'u vlerësuar, nuk është e thjeshtë. Pa ndihmë nuk është e thjeshtë. Pa ndihmë absolutisht, shumë e vërtetë. Edhe është pjesa e gjumit, ti më përmendë pak më parë. Futeja një rutinë si njërit si tjetrit, po ndërkohë njëri është me qumësht që ka komplet procese të ndryshme, do zgjohet, do flej disa herë gjatë ditës, ndërkohë një 2 vjeçar e ka ralluar atë gjumin e ditës. Patjetër. Kështu që në kopësht do të ke çuar? Djalin e madh e kam çuar në kopësht para se të lindja të voglin, pra në shtatzani, por nuk u përshtat. Dhe më është dashur të bërë një rikthim përsëri në shtëpi. E kam provuar disa muaj para lindjes, thash okay, po e përshtas para që normalisht mos t'i vinin 2 ndryshime një herësh. Nuk u përshtat, ndoshta ishte edhe pjesa që dhe unë nuk kisha gati, sepse normalisht unë rrit mendoj që po jam e sigurt që në gjithë proceset po të mos jetë nëna gati, patjetër që dhe fëmia nuk është gati dhe unë nuk isha gati. Dhe përfundimisht në kopësht e kam çuar në moshën 3 vjeçare, pra kur djali i vogël kishte shkuar 1 vjeç, pra kishim kaluar atë sfidën e vështirë dhe më pas të voglin e kam çuar 1 vjeç e gjysmë, që thot njëri pas tjetrit, sepse ishte natyrë që ndiqte djalin e madh dhe u përshtatën të dy njerësh. Dhe pas kësaj kohe ti ju përshtate biznesit tënd njëkohësisht, fillove edhe më shumë të investohesh në atë gjë, të ndihmoje nënat e reja njëkohësisht në këtë rrugtim, sepse ndjehet nevojshme që prej vetes tënde, pra që ke pasur nevojë ti vetë në radhë të parë. Po, është e vërtet. Edhe pas kësaj kohe që ti kalove me botën e gruas, pas vjen edhe vajza. Ishte besoj dëshire për bashkët për ta sjellë një jetë. E planifikuar dhe shumë dëshiruar. E para njëre shumë dëshiruar që t'ishte vajzë, domethënë ka qenë një nga dëshirat e mia më të mëdha që në shtatzanin me djemt që nuk erdhi, por që erdhi pas shumë vitesh. Dhe një detyrë që kam vënë vetes në shtatzanin me vajzën ka qenë mos mendo të jetë vajzë, sepse kur e mendoja të ishte vajzë me djemt, dolën të dy fëmijë djem, u zgënjeva. Kurse në shtatzanin e tretë thash, okay, të jetë çfarë të jetë, vetëm okay, të jetë një beb, sepse në fakt unë doja një fëmijë të tretë edhe për të përjetuar të gjitha ato çfarë unë nuk kisha përjetuar, që kisha humbur, sidomos në shtatzanin e parë, në lindjen e parë. Lindjen e dytë për shkak të moshës, sepse lindja e dytë le të themi pata gjërat pak më të thjeshta dhe doja t'i përjetoja edhe një herë. Dhe Zoti më solli shumë t'i përjetoja me vajzën, si në shtatzani dhe pas lindjes deri tani 2 vjeç e gjysmë vajza, ti kem shijuar të gjithë fazat e rritjes të saj në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka qenë momenti kur morë vesh ishe vajzë? Nuk e kam besuar. Herën e parë, nuk e kam besuar. Herën e parë që më ka thënë mjeku, kam qenë gati 4 muaj në shtatzan, e kam shoqur një indiferentizëm që nuk e di domethënë. Vazhdonte e përsëriste dhe tek ekomorfologjike mjeku që më ka bërë kontrollin, më ka thënë është vajzë, përsëri ka qenë një indiferentizëm, domethënë nuk e kam marrë të mirë qenë. Deri në momentin që unë më është dashur të bëj në fakt një kontroll niptin, më është dashur ta bëj ndryshe nga mamat që e bëjnë javët e para, unë e kam bërë në javën e 26 të shtatzanisë.
sepse mjeku grek që në atë kohë mua ndishte. duhet të më bënte kontrollin ekografia morfologjike, ka evidentuar golf balls, quhen disa shenja njolla të bardha tek zemra e bebit, që nëse e marrim të mirëqen thjesht si një simptom të vetme, ajo lidhet me një problem, me një sindrom. Dhe mjeku që më ndishte mua, që bënte gjithashtu vlerësimin, i tillë ishte protokolli i spitalit ku unë kam lindur, më ka qetësuar dhe më ka thënë: Artemisa, unë nga ana profesionale dhe humane marr përsipër të garantoj që vajza nuk ka asgjë. Sepse shikoj hundën, shikoj qafën, shikoj zorët dhe tjera me radhë. Mos bëj asnjë kontroll tjetër sepse do lahen me shtatzanin dhe më ka thënë mos u fut të googullosh sepse do të e sigurt që do të stresosh veten dhe do të dalin teori të ndryshme. Normalisht unë edhe pse isha në këtë fushë, e dija shumë mirë se çfarë të bën Googulli në këto raste, përsëri nuk e frenova dot veten. Googlova dhe përfundova duke bërë niptin 26 javësh, që normalisht doli fjala e mjekut tim që vajza nuk kishte asgjë, dhe atje pyetja e dytë që ju kam bërë atyre vajzave të laboratorit ishte: çfarë është vajza apo djalë? Akoma nuk ishe bindur me doktorin. Dhe kur ato kanë thënë është vajzë, okay, atje kam filluar pastaj të bli ato fustanët, të futesha në procesin e të pranuarit që ishte një vajzë. Sepse unë duhet ta theksoj që në shtatzanit e para, në të dyja rastet më kanë thënë që është vajzë deri 6 muajsh. Dhe me djalin e është mundur. Dhe vetë nuk dhe ideja është nuk ma ka thënë vetëm një mjek, ma kanë thënë disa, dhe unë kisha të vështirë ta pranoja, sepse kur ka gabuar deri 6 muajsh normalisht. Dhe me djalin e dytë unë kam në shtëpi librin e bebes në ngjyrë roz, sepse kisha bler sepse me idenë është vajzë, kam geta, kam çorape, dhe me fëmijën e tretë thash, okay, nuk do t'i bëj më këto gabime. Sepse është keq kur futesh në proces dhe fillon e pranon e fillon e mendon se si do të jetë të gjitha dhe të gjitha këto. Mirë, më pas ti ishe përgatitur tani, kurse ti jepje për të tjerët, jo më për vete tashmë në procesin e lindjes të tretës, dhe sa të ka ndihmuar kjo, Artemis? Gjithë kjo eksperiencë që ti krijove ndër vite dhe marrëdhënia me nënat e reja, sa të ndihmoi në procesin e lindjes dhe pas? Atëherë, mua më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë tek gjithënia, normalisht dhe tek gjumi, por fillimi tek gjithënia që ajo është sfida më e madhe. E para njërë, mua mendoj që më ka ndihmuar siguria që unë kisha, pra unë e dija shumë mirë çfarë do donte vajza, në çfarë momenti unë të vlerësoja kur diçka nuk shkonte, qofte edhe pa që në nevojshme që të shkoja tek mjeku pediatër, flas për sa i përket procesit të ushqyerjes. Dhe unë u them dhe mamave gjithmonë, informacioni është siguri, por çfarë do lloj procesi, nëse ne nuk kemi informacion, ne dorëzohemi para atij problemi dhe nuk dimë si të veprojmë. Dhe që në momentin e parë, më saktë që në shtatzani, unë në çdo kontroll që shkoja, ndonjëherë më duke vetja dhe bezdisur, me thënë të drejtën, ju thoja atyre vajzave, nuk do të më ushqeni me biberon, nuk do të më ushqeni me formul, sepse unë e dija shumë mirë që shpesh procesi ndodhte që bebat ushqeshin me një herë. Po pse ndodh kjo gjë? Ndodh sepse mendoj që është zgjidhja më e thjeshtë nga ana e personelit spitalor. Pra, japi një biberon. Konsensusin e prindit. Po, ka shumë raste, patjetër që dua të theksoj dhe të vlerësoj që ka shumë mamije që bëjnë një punë shumë të mirë dhe nënave ju vinë në ndihmë në mënyrë të menjëhershme. Por ka dhe raste të tilla që edhe kur nëna e kërkon, flas sidomos nëna të cilat kanë lindjen e dytë dhe pak ju ka dalë dhe ajo frika lindja e parë gjithmonë është më e frikshme, le të themi, se nuk dia si ta bash. Pikërisht. Dhe mamat dhe kur ju a kërkojnë, ndodh që në personeli spitalor, pra stafi të mos ju përgjigjet kërkesës. Dhe teoria që përdoret në këto raste, pra shpreha tipike është ti nuk ke qumësht, të presim të vi qumshti, ose ti nuk ke thitha. Kjo më ndodhi dhe mua. Në momentin që unë kam lindur vajzën dhe ka qenë lindje cezariane, patjetër që ma kanë respektuar kërkesën dhe vajza ka qëndruar me mua në sallën e operacionit derisa kemi dalë të dyja në reanimacion, më ka ardhur një zonjë dhe më ka thënë: ti do ta ushqesh me ato thitha, por në një mënyrë shumë të fuste, nëse ti nuk ke informacion të fut ankth. Ti do ta ushqesh, ti nuk e thitha, ku ta vendosësh? Dhe më kam qenë shtrirë siç më kishin vendosur vajzat që më kanë nxjerrë nga salla dhe kam thënë,
nuk jam natyrë arrogante, jam shumë natyrë e qetë, për aty jam bërë arrogante dhe kam thënë, të lutem, vetëm më ngri pak sepse nuk çosha, isha empir dhe hik sepse e bëj vetë procesin. Pra, nuk ishte një ndihmë e kërkuar, nuk ishte një ndihmë e nevojshme, më shumë do më fuste stres. Dhe patjetër që vajza është ushqyer shumë okay dhe nuk ka pirë asnjë ditë vetëm tjetës të saj, shtesa apo biberon. Tani imagjino të jetë një nënë e re që nuk ka informacion dhe të përballet me këto lloj teorish. Pra me këtë lloj sigurie që normalisht ti kur shkon në spital, ti pret që figura e mjekut ty të suportoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe kur ty është i pari personeli mjekësor që ta bën të vështirë dhe të vendos disa barjera që procesi nuk do funksionojë si duhet, merë mend çfarë pasigurisht të krijon dhe në qoftë se ti një farë informacioni e ke prap sido që të jetë të tundon sepse bëhet fjalë për mirëqenien e bebit. Pra është si një krijesë shumë e vogël që do varet në fund të ditës nga zgjidhjet dhe nga ato opsionet që ti do pranosh, pra opsionet që do japi prindi. Sa e rëndësishme është ti je gati përpara se të shkëputesh, edhe e rëndësishme për ty si nën edhe për bebin njëkohësisht. Është shumë e rëndësishme që të jenë të dyja palët sepse ka plot raste kur mama kur nuk është gati zhvillon dhe depresionin e shkëputjes nga gjiri. Pra është një fenomen, le të themi, që i kushtohet shumë pak rëndësi, sepse teoritë janë akoma po e mban në gjiri është ujë, më ka ndodhur të më thonë dhe mua, nuk diskutohet, nuk ka asnjë vlerë, po e mban kot dhe kjo shkëputja sidomos kur ndodh në mënyrë të menjëhershme. Pra ti sot le të themi je në 3, 4, 5 vakte, nuk ka rëndësi në bazë të situatës dhe nesër gjendesh në një shkëputje të menjëhershme. Normalisht kjo nuk është mirë as për anën emocionale të fëmijës për post të tjerave dhe as për nënën, sepse ka nëna që janë shumë okay, përshtaten shumë mirë dhe procesi shkon shumë okay si për nënën dhe për fëmijën. Ka nëna të cilat nuk janë okay, fillojnë ndjejnë, kanë emocione, melankolia, fillojnë të qajnë, mbyllen vetvete ose fillojnë të mendojnë dhe të zhvillojnë ato emocione sikur nuk janë duke u kujdesur mirë për bebin, për fëmijën e tyre. Le të themi që kur nëse nëna nuk është gati, është komplet procesi bëhet edhe më i vështirë. Përmendë pak më parë që mamia kishte vendosur që t'i jepte 5 ml. Ndërkohë kam pasur shumë vajza në fakt në emision që më kanë dhënë një eksperiencë thuajse të ngjashme, madje ndryshe nga eksperienca ime personale që sapo kam dalë nga salla e operacionit, mua më zhvon atara në xhi. Kam pasur mama që nuk ja kam vënë deri të nesërmen në xhi bebit. Dhe më zhdukur e tmerrshme, nuk këti si mund të ndodh një gjë e tillë, domethënë. Ndërkohë që mua më ka futur direkt në xhi mamia dhe nga ai moment ka qenë ekskluzivisht me xhi. Po. Dhe ndërkohë a ndodh kjo gjë realisht rëndom? Patjetër, ndodh. Është ajo që përmenda pak më parë, pra ka qenë fati jot i mirë, le të themi, që mamia që ka qenë në atë moment pranë teje, pranë atarës, të ka dhënë menjëherë suportin ashtu siç duhej dhe ty fillimi i mirë është një, le të themi, hap shumë i rëndësishëm, sepse nëse procesi fillon si duhet dhe bebi zhvillon atë thithje natyrale në gjë, bën praktikën e gjë, për sa kohë jemi ende te faza kulloshtërës, ku sasia e qumshtit është minimale, gjiri nuk ka filluar të fryhet dhe bebi fillon të bëj praktikën e parë në gjë. Dhe normalisht atara këtë gjë e ka bërë. Bebat dhe ka vazhduar procesi pa probleme. Patjetër që ka dhe raste që fillon shumë mirë dhe kemi probleme gjatë rrugës, por le të themi që nuk ndodh gjithmonë, por në atë moment ka qenë i rëndësishëm. Një pjesë e mirë. Okej, ndoshta këto vitet e fundit ka ndryshuar pak kjo përqasja dhe le të themi që shumë mamie janë atje për ta ndihmuar nënën, por ende jemi, pra ndryshe nga disa vite më parë kur as që mendoj në një përqindje të madhe të nënave as që mendoj që të bëj ky kontakt i parë me gjirin, ende kemi, pra është fakt që ende kemi mama të cilave bebi ju merret sapo del, jo vetëm në rastet e operacioneve cesariane, që gjithsesi dhe atëherë mund të bëhet ushqyerja e parë në gjë, por edhe në rastin kur nëna dhe bebi janë shumë okay, pas një lindje që ka shkuar shumë mirë, një lindje natyrale, dhe bëhet kjo shkëputje, që shkëputja e bebit është një, le të themi, nga armiqt në thonjza më të mëdhenj të procesit, jo vetëm të procesit të gjithënjes, por edhe të asaj që unë përmenda dhe fola pak më parë, pra asaj bondit, asaj lidhjes. Një gjithënje e mirë, një rritje e mirë e bebit është e lidhur pa diskutim me gjithënjen, por edhe me gjumin.
Edhe unë personalisht e kam pas shumë të rëndësishme gjumin. Do thënë që përpara se të vinte atare një jetë e kisha menduar që do jepja shumë prioritet pjesës së gjumit. Pa diskutim gjithdhënies, kjo nuk është se ishte në diskutimin e me për gjithatë, doja të kisha një rutinë të mirë që ajo të flinte gjumë, ta ngopte syrin me gjumë, sepse edhe nga studimet që janë bërë, një fëmijë që flen mirë, është më i qetë, edhe do ketë edhe zhvillim më të mirë, edhe të gjitha këto. Por nga ana tjetër, unë natën shpesher, përveç se e vija në gji, i shtova dhe formulën, ose jo në fillim, në fakt, ka qenë shtesa e shishes time që unë kisha mbledhur gjatë ditës. Rezervat e pra rezerva, le temi, nëse unë i jepja nga të dy krahët, pra po flas për pjesën e fillimit, nga të dy krahët gji, më pas do t'ja shtoja me një shishe që unë kisha mbledhur dhe kjo në varësi të rritjes së atarës me javët. Që ishte prap qumshi i gjirit tim. Dhe unë doja të sigurisht që ajo flinte mirë natën, dhe ngopja sigurisht që do sillte një fëmijë që do flinte mirë natën. Dhe kështu ndodhte, ajo zgjonte vetëm një herë gjatë natës, që bebe, pra që në ditët javët e para, le të themi, s'po them ditët e para ka qenë 2 herë. Ka qenë shumë e mbarë, gjithsesi. Nuk kam pas një fëmijë që zgjoheshe shpesh. A duhet ndodh kështu apo duhet ta zgjojmë bebin? Sepse shpesh thonë zgjoj çdo 3 orë. Por atara nuk don të zgjojë çdo 3 orë, don të gjumë. Edhe kjo është. Atëherë, kjo është, le të themi, ky sugjerim nuk është i përgjithshëm, pra që të vlerësoj për gjithë bebat. Tani, normalisht, unë sugjeroj që të mos zgjohet nëse mjeku ka dhënë okejn që fëmia të mos zgjohet, në sensin, brenda 14 ditësh të parë ne presim që fëmia të shtoj peshën e lindjes. Pra, nëse parametrat e rritjes të bebit janë okej, nuk ka nevojë të zgjohet, sepse ka dhe diçka që patjetër që janë ato informacione që zgjohet çdo 3 orë, por duhet të bëjmë edhe të marrim parasysh edhe diçka që ka fëmijë që sado ti përpiqesh ti zgjosh, nuk e di nëse të ka ndodhur edhe me atarën, nuk ka asnjë reagim nga bebi, pra nuk e hap gojën, nëna përpiqet dhe normalisht ne përfundojmë thjesht me një nënë të frustruar gjatë natës sepse bebi nuk do të ushqet dhe në fund të ditës mund të mendoj çfarë ka që nuk shkon. Pra, ashtu siç ka beba që e kanë të nevojshëm të zgjohen dhe përgjithsisht ta beba që e kanë të nevojshëm të zgjohen sepse nuk marrin një peshë të mirë të lindjes, nëna duhet të përpiqet pak me atë kontaktin lëkurë në lëkurë, pra edhe kur bebi nuk reagon, është dhe një teknikë shumë e mirë, teknika e stimulimit të refleksit të thithjes duke vendosur gishtin brenda gojës. Pra në momentin që gishti futet brenda gojës, bebi fillon të thith dhe nëna duke lëvizur pak të këndin mandibular, duke futur gishtin te goja, duke bërë atë kontaktin lëkurë edhe gjatë natës, ndrimi pelenës, flas kur është vërtet e nevojshme dhe mjeku nuk na ka dhënë zgjidhje tjetër. Në momentin që fëmia zgjohet, sepse mesatarisht bebat e porsalindur kanë një ritëm zgjimi, le të themi çdo 4 orë, çdo 5 orë, ashtu siç ka dhe beba, çdo 1 orë, çdo 2 orë, çdo 3 orë, sepse është për çdo bebë është 4-5 orë. Dhe kjo ka qenë një ritëm normal i zgjimit që në këtë rast nuk ka nevojë që të zgjohet, për sa kohë fëmia ka një ngopet, ka një ritëm të mirë zhvillimi, rritja në në peshë ka qenë 500 gram mbi të lindjes. Atëherë është shumë okay, sepse ka fëmijë që gjatë ditës pinë shumë mirë, pra i marrin ato kaloritë që nevojiten dhe gjatë natës kalojnë një intervale më të gjata gjumi dhe ushqejnë më radh. Pra, është në varësi të asaj çfarë na thot mjeku. Pra, nëse normalisht që nuk mund të lejmë një bebë të porsalindur 1 muajsh apo 2 javësh të flej 12 orë pas një zgjim dhe pas një ushqyerje, në këtë rast patjetër duhet bëjmë një tentativë për ta zgjuar, por jo çdo 3 orë një bebë që mund të ketë nevojë. Ka bebe që flen 12 orë. Nuk besoj. Shiko, ideja është janë ato bebat që kanë verzën në bilirubin në nivele shumë të larta dhe normalisht duhet bërë edhe përpjekje, por që nuk janë gjitha mamat le të themi thonë za kaq fatlume, në sensin e shakas, sepse normalisht ashtu nuk duhet të jetë procesi. A vjen ngjiri më shpejt kur ne lindim naturalisht apo me C-section? Atëherë, këtu ka le të themi ato teoritë që përplasen me njëra tjetrën ashtu si në çdo proces tjetër. Tani, unë si konsulente mund të them dhe nga bagazhi im profesional mund të them që nuk ndikon mënyra e lindjes, sepse në fund të ditës kullostra fillon të dalë kur progesteroni fillon të bjerë, që të thot placenta del jashtë. Atëherë, në momentin që placenta del jashtë do të dalë si tek lindja cesariane ashtu lindja natyrale.
Problemi në këtë rast është përgjumja e bebit, që do të thotë, shpesh nga anestezia, nga ato medikamentet që merren në momentet para lindjes, gjatë lindjes, normalisht ndikojnë dhe tek përgjumja e bebit. Që do të thotë, mund ta vonoj pak atë vendosjen e parë në gjy, në mënyrë efektive, pra bebi mund të përgjumet, më tepër mund ta ketë pak thithjen më të dobët në disa raste, por as në këtë rast nuk është kusht. Që do të thotë, nëse nëna di si ta stimuloj bebin në atë moment dhe aq më mirë nëse e merr suportin me njëherë ashtu siç duhet, kontakti lëkurë në lëkurë e bën edhe qumshtin të dalë, pra kulloshtra të rjedh më mirë, pra të ketë një fluks më të mirë, aq sa arrin të dalë, sepse sigurisht del vetëm pika ato momentet e para, por edhe bebi të gjitha ato reflekset që ndihmojnë në ushqyeri i përdor më mirë në momentin që është në kontakt lëkurë në lëkurë. Ajo çfarë vonon procesin e ardhjes të qumshtit, nuk mund ta themi, por të daljes të kulloshtrës dhe vazhdimsinë e fazave të laktacionit është shkputja e bebit nga nëna. Pra në momentin që ndahet dhe bebi ushqehet me biberon, kur nëna dhe bebi janë shumë okay dhe mund të bëhet kontakti i parë, patjetër. Më refuzon xhirin, si t'ja bëj? Besoj është një pyetje që ta bëjnë shpesh. Është refuzimi i xhirit, është një nga problemet më të mëdha dhe më të shpeshta dhe nuk ka mosh. Pra refuzimi i xhirit mund të bëhet problem që nga lindja për shkak të futjes të biberonit dhe probleme të tjera, pra nuk është vetëm biberoni, por edhe me faza të tjera gjatë rritjes, janë regreset, janë ato momentet kur nëna mund të bëjë përsëri një ushqyerje mikse për shkak të situatave të ndryshme dhe normalisht shfaqen këto refuzime. Tani në varësi të moshës ne veprojmë, sepse për shembull po marr regreset, sepse ky është ajo pika, mosha nuk e di nëse të kujtohet nga atara, ajo mosha 3-4 muajshe, disa beba shfaqen edhe në moshën 2 muajshe, po ky është ai momenti kur gjithë mamat në mos një përballen, dhe jo vetëm me gjip, por edhe me biberon, të gjithë mamat përballen. Në këto raste duhet shumë durim dhe gjëja e parë që mamat mendojnë, që në fakt e kam menduar dhe unë me djalin e vogël, kam bler pafund kuti formulash dhe biberon, se mendoj se ma kishte fajin formula, se ishim në atë fazën ushqyerje mikse ende. Dhe në fund i rikthehet normalitetit. Pra, në këtë rastin e bebave që ushqen me gjy, nëna nuk duhet të mendojë gjëja e parë, po më le xhirin, sepse ky është ai dyshimi tipik. Okej, tani kaq ishte procesi. Jo, në atë moment bebi po zhvillon një interes të madh për çfarë ndodh përreth. Pra, televizori ndezur, babi që flet, ato dritat, për çdo gjë stimuli jashtë ndikon në proces. Një detaj shumë i rëndësishëm që duhet përmend dhe një ndryshim shumë i vogël që sjell ndryshime të mëdha është futja në një dhomë të qetë, vendosja e një varse me gur nga ana e mamit, pra bebi ta ketë fokusin tek varsi ose një lodër që kapet tek recipetat, pra diçka që vendos fokusin tek xhiri, pra tek xhiri, tek trupi nënës. Nëna mos t'i flas, ka mama që kape ushqej, ju të kishin mami, dhe në këtë moment bebi shpërqendrohet dhe e le fare, pra fokusohet tek zëri. Dhe një gabim tjetër që bëhet në këto raste është, okay, bebi nuk po pi, unë po e ushqej çdo një orë. Tani, marr parasysh një fëmijë moshës 3-4 muajshe, ka disa intervale që mund të shkojnë 3-4 orë, pra 4 orë që mund ta kapim si interval ushqyeri që bebi është gati për të ushqyer, atëherë nëna kur e vendos çdo një orë, çdo gjysmore, pra bën tentativa të ndryshme, e para bebi mund të pi shumë pak në gjy dhe ul atë nivelin e lartë të urisë dhe pastaj shkëputet dhe ne jemi në një cikël të vazhdueshëm që bebi pi pak sepse vendoset shumë shpesh. Vere sa herë të duash në gjy. Vere sa herë, do që bebi, vëra. Shiko, ka beba që nëse ti vendos sa herë do bebi, sa do bebi më shumë, se çan bebi do gjy. Më thënë gjithmonë ky çfarë bebit është nevojë për tu vendosur në gjy, patjetër që jo. Dhe e di çfarë ndodhin në këto momentet kur nëna vendos bebin çdo një orë me tendencën të ushqet, kur ka këto refuzimet, bebi krijon quhet neveria ndaj xhirit. Pra që në momentin që nëna e merr dhe pozicionon, sidomos kur përdor vetëm një pozicion të caktuar, le të themi ky pozicion i klasik, bebi që në momentin që nëna e kap ende pa nxjerr xhirin, fillon jep shpinës pas, fillon qan, pra ka një refuzim ende pa ja ofruar xhirin. Në këtë rast, gjëja më e mirë, siç thash, futja në një dhomë pas stimuj dhe respektimi i intervaleve. Pra, nëse ne kemi një bebë, le të themi që vaktin e fundit e ka bërë në orën 7 të mëngjesit, mos tentojmë në orën 8, në orën 9 dhe me radhë, por le të tentojmë në orën 10, në orën 10:30. Në këtë dhomën e qetë, duke e përkëdhelur, duke e sjellë në formë loje, sepse kjo do ta ulë refuzimin. Flasim për beba pasaj që nuk kanë edhe probleme të tjera, siç mund të jenë refluksi e me radhë. Pra, po flasim për beba që kemi vetëm një regres në këtë rast. Nëse një bebë kërkon të qëndrojë më gjatë në gjy,
çfarë treguesi është ky? Atëherë, nëse flasim Me gjase normale apo flasim? Tani varet se çfarë ne quajmë normale, sepse unë kam dëgjuar teori të ndryshme dhe më klasike është qëndrimi 20 minutë. 20 minuta në njërin anë, 20 minuta në anën tjetër. Se kështu të thotë mamia ose neonati përpara se dalësh në maternitetin. Patjetër, domethënë është standard, le të themi një orar standard që duhet të vlej sipas tyre njësoj për gjithë mamat. Tani duke qenë se ne kemi beba që ushqehen 20 minuta në secilë anë dhe funksionon perfekt. Por kemi dhe beba që në 10 minuta kanë një thithje shumë të fortë dhe në 10 minuta mbarojnë dhe pinë vetëm një rinxhi. Ashtu siç kemi dhe beba që qëndrojnë 40 minuta, 45 minuta, ka nevojë për stimulim të këtij këndit mandibular, ka nevojë të shtrydhjes të qumshtit pika në disa raste është një tjetër teknik stimulimi tek gjiri ose lëvizje të kësaj nofullës të poshtme për t'i angazhuar për të thithur. Tani, marr parasysh që ka beba me thithje shumë të mirë dhe nëna me një fluks qumshti shumë të lartë, e theksoj jo sasi, po fluksi qumshtit që është ndryshe nga mama në mamë. Ka dhe beba që ka një thithje më të dobët, ka nevojë për pak stimulim dhe një mamë që ka një fluks pak më të ngadalt. Tani, ky bebi që qëndron 10 minuta dhe përfundon, nëse nëna tenton ta mbajë 20 minuta në gjë, do qaj, do refuzoj dhe këtu nëna fillon ngrej një panik brenda vetes, thotë çfarë ka që nuk shkon dhe e di çfarë mendoj të këto raste, sepse më ndodh me mamat, nuk kam qumësht. Ndërkohë që bebi thjesht nuk do të rinë në gjë sepse është ngopur. Ashtu siç ka dhe mama që kur kanë beba që ushqehen më gjatë, arrin të shkaktojnë dhe probleme të tjera, për shembull disbalanca laktozë yndyrë që mund të jetë më shpeshta. Një bebë që do 40 minuta të boshatis zgjirin është një bebë që në 20 minuta mund të jetë tek faza e marrjes të qumshtit me atë përqindjen më të lartë të laktozës, është ai qumshti në fillim. Pra laktozuji është përqindja më e lartë në fillim të vaktit. Dhe nëse nëna e shkëput nga ky gjë për ta kaluar te gjiri tjetër dhe për ta mbajtur përsëri 20 minuta te gjiri tjetër, atëherë bebi ka marrë përqindjen më të lartë, pra ka marrë më tepër laktozë dhe është krijuar një disbalancë laktozë yndyrë. Pra kemi një mbingarkesë me laktozë dhe një mangësi të yndyrës, që pastaj do të reflektohet në forma të ndryshme. Po si ta kuptojmë ne që ka mbaruar punën me një gjë? Vetëm kur e heq kokën, do shikojmë bebin. Jo të gjithë bebat e heqin kokën, ka dhe beba që vazhdojnë thithin, por ndryshojnë modelin e thithjes. Pra ne kemi 3 modele thithjesh. Kemi një thithje stimuluese në fillim të ushqyerjes, që është më shpejt dhe i përgjigjet një gëlltitje, le të themi në 2-3 thithje. Kemi atë thithjen tipike ushqyese. Dhe në momentin që ne kemi atë thithjen tipike ushqyese që në një thithje kemi një gëlltitje, pra dëgjohet zhurma e fytit ose ato lëvizjet, patjetër. Dhe ose në 2 thithje një gëlltitje, pastaj pas kësaj bebi në rastet kur është ngopur, kalon ose shkëput thithin dhe e rrëshket, pra kemi atë shkëputje në vakumit atë presionin e madh, ose bebi ndryshon modelin, kalon në thithjen e komfortit. Growth spurt. Ku ta kuptoj unë që është growth spurt? Dhe çfarë duhet bëj unë atë moment kur s'kam rezerva ushqimore? Paniku i radhës në këtë rast. Çfarë të bëj? Atëherë, dua t'i theksoj pak njerë kur ndodhin, sepse është më kryesorja, 7 deri 10 ditët e para të jetës, pra kur bebi është ende i porsalindur. 3 javë pas lindjes, 3 muaj pas lindjes, 6 muaj pas lindjes, janë ato tipiket, flasim nga ana teorike sepse plus minus disa ditë normalisht. E kuptoj, po gjithsesi ti e di ajo faza ku nëna duhet të jetë, duhet ta kuptoj. Tani, në momentin që një beb kalon një rritje të vrullshme, ka ndryshim të modelit të ushqyerjes jo vetëm natën, por edhe ditën. Pra, nëse ne kemi një beb që në mesatare, se orare nuk kemi, por në mesatare kërkon të pi çdo 2 orë, le të themi, ose pak a shumë i disditëve kalon çdo 2 orë, çdo 3 orë. Ky është ai ritmi normal. Tani kemi një beb që na do të ushqet çdo një orë e gjysmë. Dhe nuk ndodh vetëm gjatë natës, ndodh edhe gjatë ditës. Tani, ajo çfarë nëna duhet të bëjë në këto raste është e para njëherë të mos krijoj panik, sepse çdo panik, çdo frikë, çdo ankth që nëna ndjen direkt reflektohet tek sasia e qumshtit. Pra do të kemi një rënje ose një pengesë të fluksit të qumshtit. Do të vendos bebin kontakt lëkur në lëkur, patjetër që nuk ka kufizim moshe dhe intervali qëndrimi në kontakt, dhe do ta ndihmoj bebin me kompresa të ngrohta para ushqyerjes, pra përmirësohet ai fluksi i qumshtit, dhe kompresa të ngrohta mund të bëj dhe gjatë ushqyerjes. Për shembull, bebin e kemi në gjë, janë dhe disa disqe perla me gel quhen, që janë enkas për këtë punë, nëna mund t'i ketë të ngrohta dhe i vendos tek gjiri. Dhe kjo e përmirëson, pra relakson muskujt e gjirit, përmirëson fluksin e qumshtit. 2 hapa që duhet të ndjek. E treta,
kompresat e gjirit në formë masazhi. Pra ndryshe nga kompresat në formë e ngrohta kemi masazh. Pra vendoset dora poshtë gjirit, është kjo kapja C që unë e shpjegoj shpesh edhe me mamat, dhe atje ku janë gjëndrat e qumshtit, që çdo nën me një preke i dallon ku janë, në kohën që bebi është duke thithur, nëna bën një shtypje të gjëndrave të qumshtit dhe një rrëshqitje të dorës në drejtim të areolës, sepse në momentin që shtypen gjëndrat e qumshtit, lirohet më tepër qumësht dhe i ndihmojnë bebin. Pra bën një boshatisje më të mirë, qëndron më gjatë në gjin, ngopet më tepër. Dhe normalisht mund të na nevojiten pompimet. Pra pasi pi bebi, nëna mund të bëj disa seanca pompimi, 20 minuta në secilin gjin në këto raste. Pra me pom. Dhe tani, në përgjithësi, këto janë situata kur nëna nëse vendos shpesh bebi në gji, trupi përgjigjet me një herë kërkesës të bebit, por në rastet kur ne shikojmë që bebi nuk është i qetë, patjetër do suplementohet, nëse nuk ka rezerva, do shkojmë tek formula, sepse zgjidhje tjetër nuk kemi. Ose për shembull gjatë natës, nëse bebi arrin të kënaqet më tepër, jo. Absolutisht jo. Derisa të fillojnë të ngurtat, bebi nuk ka nevojë për ujë. Apo çajra, apo sepse dëgjojmë teori nga më të ndryshmet dhe më lejo të them që futja e çajit, qoftë për qetësimin e dhimbjeve, çfarë nuk dëgjojmë, sidomos të javët e para ndikon te ulja e sasisë të qumshtit, sepse bebi do ngopet. Nuk ka rëndësi nëse u ngop me çaj, me ujë, me qumësht. Do kaloj më pak kohë në gji, do kërkoj më pak, do prodhohet më pak. Pra kujdes me çajrat. Pra nëse ne në këto raste do të na nevojitet, nuk kemi rezerva, nuk krijojmë dot gjatë natës, për shembull ato momentet kur bebi ngopet vetëm me njërin gjit, pompojmë tjetrin ta kemi për gjatë ditës, do shkojmë tek formula. Nëse ne duam që bebi të mos na zhvillojë një preferencë, le të themi ndaj biberonit, mund ta ushqejmë dhe me shirin. Pra është teknika finger feed ose është teknika me biberon, janë disa gota të vogla silikoni ose biberon paste feeding, është ajo teknika ku le të themi jep një kontroll shumë të mirë bebit tek biberoni. Pra nuk është biberoni më dhe fluksi biberonit që kontrollon thithjen e bebit, por është bebi që kontrollon fluksin e qumshtit. Dhe normalisht nuk krijon një preferencë ndaj biberonit. Ushqimet që ndikojnë në shtimin e qumshit të gjirit. Tani unë jam e sigurt që mamat do jenë këtu me laps dhe me letë. Çast kemi parë, dëgjuar, çast kemi bërë, atë nuk di. Finokun se kemi ndarë kur, nuk di. Shiko, patjetër që ka ushqime me veti galaktogoge, por këto nuk bëjmë mrekulli. Pra ne nuk mund t'i lejmë gjithë procesin në dorë vetëm ushqimeve. Tani cilat janë ushqimet proteinike, mishi, peshku ndikon, arat ndikojnë sidomos tek përmirësimi i cilësisë. Jo të shtohet sasia e yndyrës, por përmirësohet cilësia e yndyrës, arat, avokado, suprat, jo qumshti, sepse tipike është pi sa më shumë qumësht të kesh sa më shumë qumësht. Në fakt, qumshti tek disa beba mund të shkaktojë probleme me refluksin, dhimbje barku, sepse janë proteinat e qumshtit që bebi mund të jetë i ndjeshëm dhe normalisht. Gjithashtu janë finoku patjetër që është një prej tyre, karota është një prej ushqimeve, jeshilliqet, pra këtu po hedh poshtë edhe një nga ato mitet, mos ha spinaq sepse bebi do ketë dhimbje barku. Po, edhe kam dëgjuar unë këtë. Madje një studim i fundit në një nga trajnimet që unë kam në dorë tregon që dhe ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri janë ato që shkaktojnë dhimbje barku, ndërkohë që ne kemi shkuar gjithë jetën pas jeshilliqeve duke i eliminuar lakra dhe me radhë, në të vërtetë janë ushqime që përmbajnë sheqer, pijet me gaz dhe produktet e bulmetit. Pra këto studimet fundit po i mësojnë fort rëndësisë që këto ushqime kanë për tu le të themi eliminuar nëse ne shikojmë që bebat. Jo, udhra është një ushqim me veti galaktogoge. Pra, ajo udhra që e mendojnë jo do filloj do heq qumshtin, absolutisht. Pra mund të përfshihet te gatimet sepse është një prej këtyre ushqimeve që nuk janë ndryshon shihen qumshit, të tilla gjëra. Disa ushqime e ndryshojnë shihen e qumshtit, por nëse bebi është mësuar që në shtatzanim me shihen e këtyre ushqimeve. Lëngu amniotik normalisht është prezantuar, pra ka përcjell shihen. Dhe nuk janë ushqime të panjohura, shihet të panjohura për bebin. Dhe normalisht nëse nëna ka konsumuar në shtatzani nuk do të kenë asnjë ndikim
në ato refuzime që jo erdhi refuzimi prej hudhrës, nëse ti e ke konsumuar shtatzani, nuk ka asnjë lloj problemi për bebin edhe më pas. Po suplement për shtimin e ngjyrit, a je dakord? Patjetër, ka suplement bimor që mund të merren, madje edhe unë veti kam marr kur kam lindur vajzën, thash shiko, është proces, është individuale. Më saktë, nëse ti nuk ke një proces të stabilizuar prej fëmijës, ai çaji nuk të bën asnjë ndryshim ose do të bëj një ndryshim shumë sporadik që le të themi nuk do të jetë shumë domethënës tek procesi. Një mami që ka thënë, ças piva dhe nuk vinte. Në momentin që ti pi dhe ja let në dorë le të themi gjithë procesin çajrave dhe ushqimeve nuk do të vi. Në momentin që ne kemi një beb që ushqet keq, pra ka një kapje të cekët, ka një frenulum, pra ai peri gjuhës i shkurtër që jemi mësuar ta, ose ka një tortikolis le të themi dhe ka vështirësi në përdorimin e gjuhës, ose nëna ka një problem me tiroiden të patrajtuar etj, patjetër që këto çajra nuk kanë asnjë lloj ndikimi. Jo, por në momentin që bebi është mirë ushqehet, pra çdo gjë po shkon okay te kapja te mënyra se si bebi e bën ushqyerjen e gjithë, nëna nuk ka probleme shëndetësore që na ndikojnë tek gjithënia, patjetër që çaji na ndihmon. Dhe sidomos edhe gjatë kthimit të ciklit menstrual, për shembull ose këtyre shpërthimeve në rritje që nëna ka nevojë për pak boost më tepër nga suplementet. Në këto raste patjetër që ndihet efekti. Qumë është i hollë. Kam qumësht hollë dhe normalisht nuk e ngop mjaftueshëm. Nuk jap aq mirë sa duhet edhe përpasoj nuk do shtoj. A ndodh kjo? Në 10 mama, një mund të jetë që nuk e ka dëgjuar. Mund, se ndoshta ajo e ka dëgjuar, por nuk e shpreh. Çdo ditë, pavarësisht se unë e sjell her pas here në vëmendje, gjithmonë kemi mama që dyshojnë se kanë qumshtin e hollë dhe madje familjarët e sugjerojnë të bëjnë një analizë qumshti për të parë sa i hollë është. Dhe kjo është komplet një koncept që nuk le të themi nuk duhet ta kemi mes procesit, në sensin nuk ekziston si term, pra qumshti i hollë nuk ekziston si term. Nuk ka qumësht të hollë në vetvete, por ka proces të keq ushqyerje të bebit. Sa ngjyra e kemi qumshtin e ngjyrit? Në disa ngjyra. Ne qumshtin e kemi të verdh, ajo e verdha e ditëve të para që është kullostra, që mund të shkojë dhe në portokalli tek disa mamat, i cili pastaj mund të ndryshojë ngjyrën ato pas ditës të 3-5, pra kur kemi një le të themi fillim të fazës të dytë të laktogjenezës dhe pastaj fillon ai qumshti i bardhë që na shoqëron për gjatë gjithë procesit. Tani, nëse ne kemi një ndryshim të qumshtit dhe merr atë ngjyrën e hirt blu, atëherë do të thotë që ne kemi një mbiprodhim me shumë mundësi. Ose në rastin e mamave kur që pompojnë, janë ekskluzivisht pompuese, pompojnë shumë shkurt. Për shembull 5 minuta ose 10 minuta dhe në një seancë që ne na duhet 20 minutë, që ka raste mund të shkojë dhe 30, nuk arrin të dalë ai qumshti me atë yndyrën që folëm pak më parë, dhe normalisht këtu kemi atë qumshti me përqindje më të lartë laktoze. Pra në të dy rastet kemi atë ngjyrën blu tipike. Në qumshti mund të ndryshojë, mund të shkojë në ngjyrën e kuqe e fortë ose roz, në rastet kur ne kemi thitha të qarë, pra kur kemi dëmtim të ndryshëm të thithave, patjetër që mund të pihet, ose në rastet kur nuk kemi dëmtim të dukshëm, pra thitha të qarë, por kemi një qarje të kapilarëve të brendshëm, dhe në këto raste mund të ndodhë që qumshti të jetë edhe në ngjyrën kafe, pra kur gjaku është mbledhur, pra ka qëndruar për një kohë të gjatë dhe më pas del gjatë pompimit, dhe kemi atë ngjyrën pastaj ngjyrën tipike jeshile që mund të vi në momentet kur nëna konsumon jeshilliqet, po nga ushqimet, ama është ndryshe ajo jeshilja dhe ndryshe ajo bluja e mbiprodhimit ose asaj përqindjes më të lartë të laktozës. Edhe kur thonë që dua qumshin e trash, a ka ndonjë mënyrë për ta trashur këtë qumësht? Atëherë, qumshtin mund ta trashim duke vendosur bebin shpesh në gjithë sipas kërkesës dhe duke lënë bebin të mbarojë. Pra nëse ne lëm bebin, nëse ne lëm bebin të vendos kur do shkëputet, ne bëjmë vaktin e radhës qumshtin me përqindje më të lartë të yndyre, pra më të trash. Mbiprodhim, të kesh mbiprodhim që mund të çojë më pas ndoshta edhe në mastit, bllokime të kanale, ndoshta me ata më shkryuar një lloj si gunge, nuk e di, nuk u cilësua asnjëherë nëse ishte matësise apo si gung, po e cila u infektua, domethënë pas dhe unë pata temperaturë për disa ditë, u detyrova të hyja në
antibiotik, por ndërkohë duhet i jepja gjë vetëm nga krau që ishte i paprekur, domethënë, edhe vetëm të shtrydhja atë krah dhe mos ta përdorja në periudhën që më ndodhi. Kështu që ky mbiprodhim, të çon në këto Patjetër. Tani, nëse dëgjojmë si term mbiprodhim, unë jam e sigurt që shumë mama thotë le të jem mbiprodhim vetëm të kem qumësht. Dhe ajo që dua të them sot është më mirë të kesh një sasi të ulët qumshti se sa mbiprodhim, sepse sasinë e ulët të qumshtit jo ta menaxhosh me pompim, me bebin, pra do të jetë më pak stresuese për nënën dhe më lehtësisht me menaxhueshme, ndërsa mbiprodhimi Orinda janë bllokimi është i pari, pra nëna është gjithkohës me gjirin e rënd, me gjirin e fryrë, me vazhdim, me shfaqjen e gungave dhe shpesh mund të përjetoj edhe mastit. Dhe mastiti nuk është shaka. Mastiti, siç e ke përjetuar dhe vetë, normalisht fillon me një fryrje, me një krijim të akumulimin e qumshtit në një zonë të gjirit, që nëse kjo zonë e forcuar e tendosur nuk lirohet, pra nuk masazhohet ashtu siç duhet, që vlen të theksoj që jo të gjithë mamat e masazhojnë siç duhet, atëherë ajo bëhet një vatër për krijimin e një infeksioni bakterial. Pra në rastin, po e marr si shembull në rastin tënd natarën, në rastin tënd, në momentin që mjeku ka sugjeruar pra një terapi me antibiotik, do të thotë që ne kemi pasur një infeksion bakterial. Dhe në momentin që mjeku ka sugjeruar që, pra më saktë ka urdhëruar që atara të mos ushqet, më në atë gjithë do të thotë që ka parë një infektim më serioz, se mund të ndodhë që ka dhe raste mastiti që fëmia vazhdon ushqet, por në këtë moment ndoshta nëse të kujtohet mund të ketë ndikuar edhe tek feçet, tek reatia e atarës, sepse normalisht një infeksion shkakton dhe parati tek fëmia. Kështu që mastiti normalisht nuk është shaka. Dhe duke qenë se vjen nga mbiprodhimi, ne nuk duhet kemi shumë kujdes, sepse një lëvizje gabuar, qoftë edhe javët e para të gjithëdhënies, mund të na çojë në mbiprodhim. Për shembull, mbi pompimi, pra pi bebi nëna pompon, pi bebi nëna pompon dhe kjo në një prodhim për te kërkesës të bebit. Është kjo duhet jetë e kujdesshme. Patjetër që duhet jetë e kujdesshme në proces. Qumshti i gjirit në frigorifer apo akull? Për sa kohë në frigorifer dhe në akull për sa kohë? Atëherë, në zonën e freskut deri në 4 ditë, pra qumshti i sapo pompuar. Në zonën e akullit 6 muaj në ato frigoriferë tipik që ne kemi në shtëpi. Ndërsa nëse kemi një frigorifer me ngrirje më të thellë, janë kryesisht ato frigoriferët me kapak, mund të shkojë dhe deri 12 muaj. Pra këto janë ato kushtet e ruajtjes përgjithsisht. Dhe gjithmonë në temperaturë dhome, nëse nëna duhet ta ruaj, jo më tepër se 25 gradë, në verë nuk e sugjeroj fare të qëndroj jashtë frigoriferit, sepse sido që të jetë dhe temperatura e dhomës mund të ketë ato luhatjet, më mirë në frigorifer. Ndërsa në 25 gradë mund të qëndroj edhe në kushtet. Maksimumi është 2 orë, domethënë dhe në kushtet. Që të kemi ato kushtet e dura, në sensin që të mos rrezikojmë, është ai 2 orë. Dhe në momentin që ai qumësh ngrohet, ka marr fund në pinë se pinë bebi. Nuk duhet të ngrohet më dhe nuk duhet të futet më në frigorifer dhe nuk duhet të futet më tek zona e ngrirjes. A flasim pak për pompa tani se. Patjetër. Në fakt, një nga sugjerimet që bëhet edhe përpara se të bësh çantën e maternitetit, valizën e maternitetit, është që ti të kesh edhe pompën në shtëpi, po është e drejtë që ti duhet ta kesh bler përpara se të lindësh pompën, Artemisa. Më thënë pra, është një blerje që duhet përpara apo pas? Jo. Pompa në valizhe mund të futet vetëm nëse nëna e ka vendosur që për një arsye të caktuar zgjedhje saj unë thjesht do pompoj, do ta ushqyej me qumësht të pompuar, sepse normalisht është zgjedhja e nënës dhe ne nuk mund të ndryjmë. Tani, në momentin që nëna ka vendosur, sepse çdo nën ka qëllimet e veta, unë dua ta ushqej me gjë. Atëherë pompën ne nuk e duam para, sepse ne nuk e dimë nëse do të na duhet e para apo jo. Pra ka nëna të cilat kanë një ushqyerje shumë të mirë, vendosin bebin të pi dhe nuk kanë nevojë asnjë ditë të vetme të pompojnë. Dhe ne mund të shkojmë të blej në këtë rast në një pompë që kushton relativisht shumë dhe shkon dëm, nuk e përdor as ditë vetme. Ashtu siç ka dhe raste që nëna thotë, "Ok, po blej një pompë manuale që kushton më pak, por që pas lindjes direkt mund t'i nevojitet një pompë elektrike e fuqishme që kushton." Atëherë çfarë ndodh? Ka ikur kjo pompa manuale me një shpenzim që nuk ka qenë i nevojshëm dhe na duhet të blejmë një pompë nga e para. Kështu që në këto raste dhe pompat këtu dua ta theksoj nuk duhet të blihen me sugjerimin kjo mua më bëri punë, kjo i bëri. Pra jo duke u nisur. Pra jo duke u nisur nga eksperienca e mamave ose eksperienca në grup, sepse patjetër kam pasur një rast të një pompe
ekonomike, sepse normalisht një pompë cilësore dhe kushton, dhe patjetër, bën punën si duhet, një pompë ekonomike, nëna e ka bler, vetëm sepse kunatës të saj i mblidhte shumë qumësht. Ndërkohë që kunata e saj ishte gati në fazë mbi prodhimi. Pra normalisht do mblidhte shumë qumësht sepse ajo prodhonte tepër. Ndërkohë që nëna që ishte në konsult me mua kishte probleme me sasinë e qumshtit. Pra, sigurisht që kjo pompë nuk kishte fuqishme dhe nuk kishte një thithje të tillë që ta stimulonte. Dhe e kishte bler dhe u detyrua të blinte pompë nga e para sepse kunata kishte dhënë sugjerimin e gabuar. Tani, janë ekspertët, jam unë, ka konsulentët e tjera laktacioni, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë që në bazë të procesit zgjedhin dhe pompën, që fillojnë nga pompa gratë spitalore që përdoren edhe në rastet e bebave prematur, për shembull kur nënës do t'i duhet në ato momente, dhe që jashtë Shqipërisë për shembull jepen me qera dhe deri tek pompat të cilat kanë një vlerë më të përballueshme, por që janë pompa shumë të mira dhe nënës do t'i bëj punë. Do të qëton mos të përdor pompën se të largohet qumshi. Jo, nuk është e vërtet. Jo. Pompa, se kur unë thoya që përdor pompën, ta më beso do të largoj qumshin. Jo. Ti në ato momente je në një dilemë të madhe se ti do të kesh sa më shumë për bebin. Ti do që ta përdorësh për të pasur qumësh, ndërkohë që të thonë ka efektin e fundit. Edhe të krijosh rezerva, se unë doja. E di kush është gjë me gabuar që unë e shikoj domethënë si një problem shumë të madh mes mamave që këtu marrin këshilla në grup. Pra, janë disa mama që kanë rritur 1, 2, 3 fëmijë që ne nuk e dim si ka shkuar procesi, ndoshta edhe s'kan pasur fare probleme, dhe pastaj bëhen këshilluese të mamave të tjera që mund të kenë probleme shumë të mëdha dhe që mund t'ju duhet ajo pompa dhe vërtet do t'i bëj punë dhe e dëgjojnë sepse okay, ka besim, mund të jetë njeriu i tyre i afërm. Pra, janë disa procese që nuk mund të zgjidhen nga sugjerimet në grup. Mund të zgjidhen vetëm nga ekspert. Në rastin e pompës, në momentin që ti do të shtosh sasinë e qumshtit, patjetër ty pompa të bën punë, sepse do të jetë bebi, do të shtojmë dhe pompën. Një beb që ka boshatisur gjirin, i ka rënë fluksi i qumshtit dhe do të ushqehet, në atë moment nuk kam interes të qëndrojë në gjitë të thithë, do shkëputet, ndërkohë që gjiri jot ka nevojë për të stimuluar më tepër në atë moment. Tani, duke qenë se ky beb po shkëputet dhe ka nevojë për biberonin të ushqehet sepse nuk do të qëndrojë më në gjë, ti vendos pompën pas bebit. Normalisht pompa do të pompojë në një gjë të boshatisur, nuk diskutohet, por ky stimulim mbi gjirin e boshatisur do ta bëj sasinë e qumshtit. Pasi ka pirë bebi. Pasi bebi ka pirë. Mos të presim për 2 orë në vazhdim. Jo, sepse nëse ne pompojmë për të shtuar sasinë e qumshtit, pas 2 orësh ne do t'i ndryjmë bebit tek vakti pasardhës, sepse bebi do të vi përsëri në gjë do dojë të ushqehet. Pra nëse ne duam të shtojmë sasinë e qumshtit, do të mbaroj bebi, do të vendosim pompën. Dhe këtu tani patjetër që ka ndikim modeli pompës që përdorim. Na duhet një pompë e mirë e fuqishme. Cilat janë këto që kemi ne? Në Shqipëri, sepse jashtë ka shumë. Në Shqipëri është Medela, është Lansino, janë 2 pompat kryesore të cilat e kanë atë thithjen e mirë dhe fuqinë e mirë dhe nuk shkaktojnë trauma tek thithat. Nëse duam pompa, sepse janë dhe këto pompat hands free që kanë dalë tani, pra pompat portative. Ato gjithmonë janë dukur shumë interesante, po këtu s'ka pasur asë kohë. Janë futur kohët e fundit, sepse jashtë sigurisht që kanë qenë me kohë, por ato unë nuk i sugjeroj si primare për shtimin e qumshtit, por i sugjeroj në rastet kur mama për shembull nuk ka kohë. Nëse unë i them do bësh 8 pompime në ditë, nëna nuk ka kohë, sepse mund të ketë impenjime, një bebi vogël është impenjim i madh. Dhe në vend që nëna të bëj 3 pompime me një pomp me kabël, atëherë mund të bëj 8 pompime me një pomp hands free, që sido që ti do ta ndihmoj. Dhe në këtë rast përsëri nëse mund ta përmend, janë Medela, Lansino dhe Momkozi, ka disa variante pompa shumë të mira që nënën e ndihmojnë. Këtu futemi edhe tek pjesa e mom shaming. Në fund fare, ai gjë ka shërbyer për të rritur një bebe. Edhe unë këto e has shpesh herë me zgrave, se s'po flas meshkuj, me zgrave që shoh që komentojnë gjirin e njëra tjetrës, ndërkohë që duke e ditur që ajo është në fund fare, edhe sikur në fund. Ai ka qenë burimi i ushqimit për fëmijën për disa muaj apo vite me radhë. Barku ka qenë atje, ai le të themi shtrati bebit për 9 muaj. Normalisht ndryshimet do të ndodhin. Nëna përpos gjirit, barkut dhe pamjes fizike të nënës, dhe në lidhje me procese të ndryshme të bebit, qoftë edhe nëse nëna zgjedh të mos ushqej me gjë. Unë jam e para që bëj thirrje gjithë mamave të ushqejnë me gjë, sepse vlerat e qumshtit të gjirit patjetër
le të përpiqen gjithë laboratorët e botës nuk i arrin asnjëherë, por nëse nëna për një arsye të caktuar nuk mundet ose zgjedh, atëherë kush jemi ne ta gjykojmë? Pra, në fund të ditës jo vetëm mamat, por ne jemi një shoqëri në faktorin gjykuese, paragjykuese dhe jemi të parët që drejtojmë gishtin dhe xhokujt për çdo gjë. Tani, ne duhet të kuptojmë që kufiri na e kanë mësuar që në klasë të 4, mos gaboj fillore, liria e jote e fjalës mbaron aty ku fillon liria e tjetrit. Më kupton, prandaj ne duhet përpiqemi të respektojmë kufit personal të çdo nëne dhe çdo personi që kemi përreth, sepse unë këtu nuk e shikoj problem vetëm tek mamat. Pra unë shikoj problem në përgjithësi të femrave, pra të grave me njëra tjetrën. Nëse unë bëj diçka gabim, ti bëj zgjedhjet e tua, ti je okay me zgjedhjet e tua dhe ti je okay me jetën tënde. Unë me gjirin tim, me trupin tim, me jetën time, me fëmijën tim, për sa kohë unë nuk po e dëmtoj fëmijën, zgjedh të bëj çfarë të dua. Por që këtu ne jemi një shoqëri që unë mendoj që kjo vjen sidomos në rastet kur unë si Artemisa nuk kam një kufirin tim personal të ma respektojnë dhe normalisht ta reflektoj dhe të kufiri mamave të tjera. Pra do t'jem me para që ato gjykimet që mua mi bëjnë dhe unë i lejoj të mi bëjnë, do t'i bëj unë ndaj mamave të tjera. Shojmë shpesh gra që japin gji bebit dhe nga ana tjetër kanë telefon. Sa i rëndësishëm është ai momenti që ti jesh 100% me të. Atëherë, në momentin që ti nuk e ke fokusin tek bebi, normalisht do të ndikojë edhe tek fluksi i qumshtit, sepse stimulimi i përcjelljes të qumshtit nëpërmjet shqisave është i rëndësishëm, mund të ndodhë edhe pa e vendosur bebin në gjë. Nuk e di nëse të ka ndodhur me atarën, bebi çan ty të përcjellet qumshti, ose ti shikon atarën dhe të përcjellet. Pra, të gjitha këto shqisa punojnë që të ndodh përcjellja, të përmirësohet fluksi. Dhe normalisht është ai momenti është midis teje dhe bebit. Është një moment intim, duhet shijuar, pra është, le të themi, nuk është vetëm qumshti, ushqyerja e bebit, më fal, nuk është vetëm tërheqja e qumshtit dhe del qumshti. Është dhe një proces emocional midis teje dhe bebit që duhet të përjetohet dhe ndihet prej teje dhe në momentin që ushqen bebin, por edhe të reflektohet tek mënyra se si rrjedh qumshti. Por ka edhe diçka tjetër që dua të them, dhe tani këtu dua të flas si mamë më tepër se si konsulente. Jo gjithmonë mund të jetë kjo, sepse ka plot mama që ushqejnë fëmijë 12 herë, 15 herë në ditë, sepse ka beba të cilët duan të pinë çdo një orë. Dhe një nënë që është gjithkohës vetëm duke ushqyer bebin, paramendo të jetë vetëm duke qëndruar, vetëm duke parë bebin. Pra, bebi pi, unë e shikoj. Tani, ne duhet të shikojmë edhe anën emocionale të nënës. Pra, nëse nënës i jep stres sepse nuk di si t'i shtyj ato 40 minuta, atëherë në disa vakte patjetër që mund të shikoj një film, le të themi, në telefon, ose të shikoj diçka që asaj pëlqen, ose të lexoj një libër, ose të shikoj televizor sepse i tillë është procesi. Abuzimi me ekspertit e laktacionit, ekspertit e gjumit. Është në rrjet. Është problemi më i madh i momentit. Fatmirësisht jemi, përfshi dhe veten time, por kur te i kalohet, bëhet problem i madh. Një konsulent e laktacioni nuk mund të bëj diagnoza tek fëmia, dhe ne po e shikojmë në rrjetet sociale të bëjnë diagnoza që tek refluksi dhe me radhë. Unë si konsulente mund të evidentoj disa sinjale që shikoj tek fëmia që nuk shkojnë dhe t'ia drejtoj mjekut përkatës në bazë të sinjaleve që shikoj, duke thënë që unë dyshoj për X gjë, jo duke bërë diagnozën. Unë shikoj ende që në disa raste konsulentet hedhin poshtë dhe mjeku nuk e di unë. Okay. Mjeku nuk është gjitholog. Mjeku ka bërë 10 vite shkollë për atë profesion. Patjetër që ka ekspert që nuk janë në gjendje të dallojnë shumë probleme tek procesi tek fëmia dhe me radhë, por atje jashtë ka dhe mjek shumë profesionist që arrin të dallojnë edhe gjëra që unë si konsulente apo dikush tjetër nuk i dallojnë dot, sepse normalisht unë kam bërë disa vite, por ai është mjeku në fund të ditës dhe madje ne tek certifikimet e mia si konsulente, fjala e parë ka qenë një modul më vete kur t'i adresosh mjekut. Dhe nga faqja jote, ke më shumë kërkesa për pjesën e laktacionit apo të gjumit? Ku vuajnë më shumë mamat në cilën pjesë? Gjumi është nga ato procese që mjafton të bësh një story dhe mamat jenë të gjitha atje. Sepse normalisht gjumin e kanë problem si bebat që ushqen me gji, si bebat që ushqen me biberon, e kanë problem në çdo fazë të caktuar. Kur duhet ta ndërpresim gjirin? Atëherë, nuk ka një rregull fiks që vlen njësoj. Unë dua të theksoj që i them mamave gjithmonë, trupi jot zgjedhja jote. Pra,
ti vendos se kur do të jesh gati. Që ka vlera deri ditën e fundit, që fëmia ushet ka, dhe madje nëse procesi bëhet gradual, unë nuk jam pro heqjes të menjëhershme, qumshti i gjirit ndryshon përbërjen dhe kthehet në atë përbërjen që ka qenë kullostra ditët e para, dhe nëse ne te kullostra i kemi dhënë fëmijës vaksinë e parë, te qumshti i fundit po japim vaksinën e fundit. Prandaj duhet të jetë procesi gradual. Nëse do t'i referoheshim, le të themi, zhvillimit të fëmijës, dhe nëse të merrnim mendimin e një psikologe, do të thoshte që deri 3 vjeç, sepse fëmia fillon të zhvillojë identitetin e vet seksual, emocional pra pavarësinë. Dhe normalisht deri 3 vjeç, por që ne shikojmë ende fëmijë që ka moshën 4 vjeç, 3 vjeç e gjysmë që ushqen. Personalisht duke pasur edhe një mikën time që është eksperte në zhvillimin e fëmijëve, që çdo ditë më thot 3 vjeç e ke afatin. Po vazhdo më larg dhe kemi vendosur deri 3 vjeç. Por thash, për vlera normalisht ka deri ditën e fundit. Sepse ky është diskutimi i zakonshëm që u mbet vlera kot, bëhet ujë, ç'po pin, s'po jep asnjë gjë, ti po e bën të varur nga një gjiri. Qumshti i gjirit është ai që ndryshon në bazë të nevojës të fëmijës kur është smur, në rritje 1 vjeç, 2 vjeç, merat në çdo moment i përshtatet. Pra është i ndryshueshëm si te vakti i mëngjesit në vaktin e darkës dhe përgjatë rritjes të fëmijës. Kështu që nuk bëhet ujë asnjëherë, janë thjesht mitet që ishe sot në mamë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, gjithashtu.